Ma mirë, s'kam nevoj për asnjëri në botë të dëshmoj promeje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. As dhe një shkelje më të vogël ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces. Ka trillime ku a mund të lexoni pak librin 35 falsifikimet e prokurorisë speciale për procesin. Janë 35 falsifikime. Pra, i tërë procesi është ndërtuar mbi falsifikime, dokumentash, faktesh e të tjerë. Me një fjalë, ajo është një piramid mashtrimi e shembur në dhe siç keni pa ju, çdo dëshmitar ka bërë deklaratat në mënyrë të tillë që ka treguar se s'ka patur zero ndërhyrje, ka zbatuar ligjin. Dhe fakti që në procesin e privatizimit dhe parablerjes kanë firmat minimumi 60 ose 70 ministra, drejtor agjensish, punojësish, asnjë prej tyre nuk është në ndjekje penale. Asnjë. Pse nuk është? Sepse kanë zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Kjo është. Nuk ka patur Sali Berisha kur vendime nominale. Ja ku e keni Edi Ramën. Me 2 vendime nominale për Olsi Ramën, 38.000 metër katror tokë privati. Me 4 vendime nominale me emër mbi emër për Carlo Bolinon, tokë edhe të begeve. Të lanë për shpirt, për komunitetin, për shkollë. Dhe njëra nga ato që kishte lanë tokën, u pendua. U pendua, por kur e mori Bolino ja tha pse të mos marrën para. Dhe shkoi dhe mori 3 milion euro kompensimin, kurse këta tjerë marrin procesin gjyqësor. Kjo është e vërteta.